Qoftë lëvduar Jezu Krishti dhe mirëmëngjesi të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot kisha përkujton Shën Atanazin, i peshkëv dhe mësues i kishës. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. Aleluja. Himni. Mësues jam shuar, nderohesh e i virtytshëm. Krisht, ti që hape ligjet e shëlbimit, që me të drejtë të çmojnë se fjalë të jetës vetëm ti ke. Dhe o bari i mirë i botës, ty të thërasim, zbritur prej qielli gjithmonë ke mbështetur fjalët e nusës, se ajo do të ishte prore ndriçim për botën. Madje krijove shërbyes të shkëlqyer, duke ndriçuar porsyje të arta, që ne të na hapin mësimet e vërteta të jetës së lume. Ndaj për ty lavdë të jehojnë o mjeshtër, qëresh të mira të mahnitshme të shpirtit, me gojë të urtëve ku fuqishëm duket drita jote e shenjtë. Tash ai që i drejt kremtohet turmës sate, ti jap ndihmë për të futur në lumninë e dritës, derisa një ditë për ty të këndoj himnet në dritë të plot. Amen. Antifona e parë. Guxim o birë, mëkatet e tua të janë falur. Aleluja. Psalmi 51. Ki mëshirë për mua, o Zot. Për të rihuni në shpirtin e mendjes tuaj dhe vishuni me njeriun e ri. Krahasojmë letrën e Shën Pale drejtuar Efesianëve kapitulli 4. Ki mëshirë për mua, o hy, sipas mëshirës sate. Pash mirësinë tënde, shlyeje mëkatin tim. Më laj krejtësisht prej mëkatit tim, e më pastro prej fajit tim, sepse e pranoj pa udhësinë time, mëkatin tim për herë e kam parasysh. Ty, vetëm ty të kam rënë në faj, dhe kam bërë ç'është keq para teje. Prandaj je i drejtë sa do të më ndëshkosh, dhe i paanshëm në dënimin tënd. Ja, mëkatarun leva, madje në mëkate nëna ime më ngjizi, por ti që e do qiltrinë e zemrës, mi mëso thellësitë e dijes së shpirtit. Më stërpik me hisop e do të bëhem i pastër, më laj e do të bëhem më i bardhë se bora, bëj ta ndjej zërin e haresit të gëzimit dhe do të gëzohen eshtrat e thërmuara. Largoje shikimin tënd prej mëkateve të mia, eresiti të gjitha fajet e mia, krijoje në mua o hy zemrën e pastër, përtri në mua një shpirt të qëndrueshëm. Mos më flak larg fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë, ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd dhe më forco me shpirt të gatshëm. E unë do t'u amësoj mëkatarëve udhën e shëlbimit, e fajtorët do të kthehen tek ti. Ma fal gjakun e derdhur o hy, hyi i shëlbimit tim, dhe gjuha ime do ta shpall shenjtrin tënde. Zhdrivilloj o Zot buzët e mia, dhe goja ime do ta shpall lavdinë tënde, sepse ti nuk kënaqesh në fli, e nëse të kushtoj fli shkrumbimi, s'të pëlqejnë. Flija e vërtet për hyin shpirti i penduar, ti o hy nuk e përbuz zemrën e penduar të thërmuar. Pash mirësinë tënde o Zot, bëj i mirë Sionit, ndreqi përsëri muret e Jeruzalemit. Atëherë do t'i pranosh flitë e drejtësisë, flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet. Atëherë do të mund të kushtohen më setër mbi lterin tënd. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Guxim o birë, mëkatet e tua të janë falur. Aleluja. Antifona e dytë. Ti o hyj ishe për krah Krishtit tënd për ta shpëtuar popullin tënd. Aleluja. Kënga marrë nga libri i Habakukut, kapitulli 3. Hyj i shfaqet për gjyq. Do ta shohin birin e njeriu duke ardhur mbi re me fuqi të madhe e me madhëri. Çojeni kryet lart dhe dijeni se është afër çlirimi juaj. Lexojmë tek Luka Ungjilltar, kapitulli 21. Dëgjova o Zot ç'thuhet për ty, të merr o Zot, më shtjen vepra jote, përsërite në ditët tona qite në pa.
Kur të zemrohesh, mos harroj i mëshirshëm të jesh. Prej Temanit do të vi hyi, shenjti prej malit Paran. Madhëria e tij e mbulon qiellin, plot është toka me lavdinë e tij. Shkëlqimi i tij është por si drita, qesin rrezi duart e tia, aty fshihet fuqia e tij. Dole popullin tënd të shpëtosh, ta shpëtosh të shuguruarin tënd. Kuajve të tu në përdet ua hape udhën, në përbal të ujrave të mëdha. Dëgjova e mudridh zemra, në atë së mudridhen buzët, kalpsira në ishtra më përshkohet, për nën mua më dridhen këmbët. Do të pushoj kur dita e zezë të vi popullit që më pushton. Fiku më nuk do të lulsoj, fryt në hardhime nuk do të ketë, nuk do të jap frut aulliri. Nuk do të japin ushqim arat, zbrazë do të mbes vatha pa dhen, në katua gjedhi nuk do të pëllas. Kurse unë do të gëzoj në tenzon, do të gëzoj në hyin shëlbuesin tim. Zoti hyj është forca ime, do të mi bëj këmbët si të kaprollit, e do të më qoj në malet e larta. Lavdjatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. Ti o hyj ishe për krah Krishtit tënd, për ta shpëtuar popullin tënd. Aleluja. Antifona e tretë. Qyteti i hyjit lavdëroje Zotin tënd, atë që ta jep paqen. Aleluja. Psalmi 147. Jeruzalemi i përtrir. Eja do të ta tregoj të fejuarën nusën e qengjit. Lexojmë tek Zbulesa 21:9. Lavdëroje Jeruzalem Zotin, madhëroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoj shullat e dyerve të tua, i bekoj bijtë e tu në ty. Ai ju asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcën e grurit, ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi i tij vrapon me shpejtësi. E hedh borën por si lesh, e derdh brymën por si hi, e lëshon breshrin por si kafshat, kush mund të qëndroj para të ftohtit të tij? E dërgon fjalën e vet e ato shkrihen, çon erën e vet e ujërat rrjedhin. Ai e zbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësitë e gjyqet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër, asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Lavdjatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. Qyteti i hyjit lavdëroje Zotin tënd, atë që të jep paqen. Aleluja. Leximi i shkurtër krahaso librin e Urtisë kapitulli 7, rreshta 13 deri në 14. Çka mësova pa dredhi, e dhuroj pas mirë, nuk e fsheh pasurinë e saj, sepse ajo është për njerëzit thesari i pashtetshëm. Kush e fiton, fiton miqsinë e hyjit, të porositur nga dhuratat të mësimit të saj. Përgjigje e shkurtër. Kisha jote o Zot i këndon në urtisë së shenjtërve. Kisha jote o Zot i këndon urtisë së shenjtërve. Kuvendi e shpall lavdinë e tyre. I këndon urtisë së shenjtërve. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Kisha jote o Zot i këndon urtisë së shenjtërve. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Të urtët do të shndrisin sikurse kupa e qiellit, mësuesit e urtisë do të jenë sikurse yjet e qiellit. Kënga e Zakarisë sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit, Që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet. sikurse premtoi ka herë, Me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë.
e betimit që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti, o djalosh, do të quhesh profetit të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij. se hyj do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, Në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat ta në udhën e paqes, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë i jetës amen. të urtët do të shndrisin sikurse kupa e qiellit, mësuesit e urtisë do të jenë sikurse yjet e qiellit. Lutjet e besimtarve. Krishtit, bariu të mirë që e dha jetën për delet e veta, t'ja lartësojmë plot me shpresë lutjen tonë. Udhhiqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. O Krisht, ti që na dhe në Shën Atanazin një shëmbëlesë të gjallë të dashurisë sate të mëshirshme. Bëj që në ata që na udhëheqin ta provojmë ëmbëlsinë e dashurisë sate. Udhhiqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që në zëvendësit e tu e vazhdon misionin tënd si mësues dhe bari. Na udhëheq gjithmonë në mbarshtuesit e tu. Udhhiqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që në barin të shenjtë të vërë në shërbim të popullit tënd, u bëre mjek i shpirtrave dhe i trupave. Bëj që mos të na mungoj kur prania jote nëpërmjet mbarshtuesve të shenjtë e shenjtrues. Udhhiqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që besimtarët i nxite me urtinë dhe dashurinë e mësuesit të shenjtë Atanaz. Bëj që predikuesit e Ungjillit të na ndihmojnë të njohim dhe të duam sikurse dëshiron ti. Udhhiqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ati ynë që je në qiell, u shet rofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj gjithpushteqëm dhe jamshuar, ti e bëre Shën Atanazin i peshkëv, shpallës të shkëlqyeshëm të hyjnisë së birit tënd. Bëj, po të lutemi, që edhe ne, me mësimin e ndërmjetësinë e tij, të përparojmë vazhdimisht në njohjen dhe në dashurinë tënde, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.